Dialogun në Bruksel, thot Kaja Kallas. Kryediplomati Konjufca kërkon trajtim të barabartë. Për herë të parë Kosova është shtet partner i konferencës Mendjet e Industrisë së Ardhmes 2026, ku po merr pjesë edhe kryeministri Kurti. Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së PDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit. Në Hag ka nisur gjykimi në rastin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve lidhur me akuzat për përngim të administrimit të drejtësisë. Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka deklaruar se ciklet e shpeshta zgjedhore në Kosovë janë arsyeja kryesore për mungesën e një raundi të ri dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit në nivel liderësh. Ndërkaq ministri i punëve të jashtme në detyrë Glau Konjufca ka thënë në Bruksel se Kosova kërkon trajtim të barabartë dhe të drejtë nga Bashkimi Evropian. Bisedimet mes 27 shefave të diplomacive evropiane dhe 6 ministrave të jashtëm të Ballkanit Perëndimor u fokusua në forcimin e bashkëpunimit mes BE-s dhe rajonit, qëndrueshmërisë ndaj ndikimeve negative nga jashtë, si dhe përmirësimin e marrëdhënieve mes vendeve të rajonit. Në këtë rafsh dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë zuri vend të konsiderueshëm, me që pala evropiane është e interesuar të shohë progres në këtë proces. Sido që të jetë, ndonë se ka gatishmëri për të qenë një koqire një takimi në nivel liderësh, Kaja Kallas, shefja e diplomacisë evropiane, pranon se situata politike në Kosovë po zvarrit organizimin e rundit të ri të dialogut në nivelin më të lartë politik. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, dialog politik në nivel të lartë. Kishim pëlqimin e të dy liderëve nga Kosova dhe nga Serbia, por tani po afrohen sërish të zgjedhjet në Kosovë, gjë që natyrisht e shtyn procesin. Unë megjithatë po punoj veç e veç me të dyja palët që të mund të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi. Ishte ky takimi i parë në Bruksel për ministrin e jashtëm të Kosovës. Glau Konjufca konfirmoi se Kosova do jetë gjithmonë konstruktive në dialog, mirë po porositi sa i duhet të përfundojë me njohje të ndërsjellë. Dialogu për dallim nga mjetet financiare të planit të rritjes edhe mund të pres përfundimin e ciklit tjetër zgjedhor në Kosovë. Mirë po parata alokuara për vendin nga pakoja evropiane e rritjes janë të afatizuara, andaj ekziston rreziku serioz që ato të humben. Humbja eventuale e fondeve evropiane sipas ministrit të jashtëm është përgjegjësi e opozitës. Ne kemi shpjeguar të gjithë kontekstin e asaj që mundet me ndodhë Kosovës nëse nuk ulemi edhe i implementojmë të gjithë këtë afatin kohor të planit të rritjes. Nuk gjetëm, le të themi, në një sensitivitet shumë të lartë prej grupeve parlamentare opozitare. Ministrat e jashtëm evropian zhvilluan edhe debat mes tyre lidhur me situatën në Ballkanin Perëndimor. Ata kërkuan shtim të përpjekjeve për rezistencë ndaj ndikimeve negative nga jashtë, me që shumë vende të Ballkanit Perëndimor janë në shënjestër të sulmeve ndaj demokracive të tyre. Kosova për herë të parë është vend partneri konferencës ndërkombëtare Mendjet e Industrisë të së Ardhmes, që po mbahet në Köln të Gjermanisë. Në hapjen e konferencës, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi marrëdhëniet e forta ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, potencialin ekonomik të Kosovës dhe mundësitë për bashkëpunim në fushën e teknologjisë, industrisë, energjisë dhe inovacionit. Në margjinat e konferencës, Kurti ka takuar edhe burgshtetas dhe personalitete të tjera. Të nderuar shikues, është realizuar një intervistë në këto qaste me kryeministrin në detyrë Albin Kurti nga kolegu Faton Salihu. Sa po t'jetë gati kjo intervistë, do ta bëjmë transmetimin brenda këtij edicionit të lajmeve. Ka shumë kuptim për mua se Kosova, si Republika më e re në Evropë, qëndron këtu në këtë vend me shumë ngure, shumë kujtime
si vend partner i këtij viti dhe jam i nderuar që të ndaj skenën duke ditur më shumë se 10 kompani kosovare janë të pranishme jo simbolikisht, por edhe komercialisht edhe në aspektin biznesor. Ndoshta keni ardhur këtu për të pritur ndonjë prezantim për zinxhirët e furnizimit, por duhet filloj dikon tjetër, sepse marrëdhënia midis Gjermanisë e Kosovës nuk ka filluar në këto salla bordesh, ka filluar me diçka shumë më humane. Në vitin 98-99, kur Kosova po digjej, Gjermania i hapi dyert e saj, më shumë se çdo vend tjetër në Evropën perëndimore. Gjermania pranoi familje, pleq, të ri, fëmijë e shumë komunitete që nuk kishin vend tjetër për të shkuar. Asnjë prej 27 subjekteve politike që kanë aplikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit ende nuk i kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmer Elezi ka thënë për RTK-n se deri në orën 16 nuk ka asnjë listë të dorëzuar. Sipas tij, numri i përgjithshëm i subjekteve të mundshme politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet të 7 qershorit është 27, prej të cilave 22 parti politike, 3 koalicione, një nismë qytetare dhe një kandidat i pavarur. Pas mbylljes së procesit të certifikimit, KQZ pritet të organizojë tërheqjen e shortit për renditjen e tyre në pletvotimin e zgjedhjeve të parakoshme. Fatmir Limaj nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 7 qershorit. Vendimi u mor të hënën gjatë mbledhjes së kryesisë së PDK-s. Bedri Hamza, kryetari i këtij subjekti, tha se mirëpresin kontributin e nismës, por që në këto zgjedhje nuk do t'i përfshinë në listën e tyre. Partia Demokratike e Kosovës ka refuzuar kërkesën e kryetarit të nismës, Fatmir Limaj, për të garuar në një listë për zgjedhjet e 7 qershorit. Vendimi u mor gjatë mbledhjes së kryesisë së PDK-s. Se përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur të vinë ato në mënyrë më të duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Hamza njoftoi se gjatë mbledhjes së kryesisë kanë diskutuar rreth përgatitjeve për zgjedhje, me çrast edhe theksoi se lista e këtij subjekti do të përmbajë kandidat që për herë të parë do të garojnë për një ulse në kuvend. Jem në fazën e përgatitjes edhe të sloganit, edhe të programit, edhe të listës zgjedhore dhe gjithçka çka të ka të bëjë me fushatën. Një pjesë e madhe tyne do të jenë që garojnë për herë të parë për deputet. Nisma Social-Demokrate ditë më parë i ka dërguar një letër Partisë Demokratike duke shprehur interesimin që të garojnë në listën e tyre për zgjedhjet e qershorit. Nisma është deklaruar në KQZ për mos pjesëmarrje në zgjedhje si e vetme. Të nderuar shikues, tani ju ftoj ta ndiqni intervistën e paralajmëruar e cila është realizuar par pak minutash nga kolegu Faton Salihu me kryeministrin në detyrë zotin Albin Kurti. Zotri Kurti, sot filloi konferenca ndërkombëtare punët, Future Minds 2026. Se vlerësoni mbajtjen e kësaj konference në ditën e parë dhe pse vendosët ta bëni një gjë të tillë pra në bashkëpunim me një organizatë ku Kosova për herë të parë është partnere e kësaj konference? Kjo konferencë është vjetore tradicionale, e kësaj radhe partner në bashkëorganizim është Qeveria e Republikës Kosovës, me çrast shumë biznese nga Gjermania dhe jo vetëm, dhe një sër biznesesh edhe nga Republika e Kosovës, kanë mundësinë që të diskutojnë së bashku në panele të ndryshme dhe gjithashtu të krijojnë kontakte e lidhje të reja bashkëpunimi në mënyrë që ndërmjet Gjermanisë në përgjithësi e posaçërisht këtu në Nordrhein-Westfalen të kemi përfaqësi më të mëdha të Republikës së Kosovës sa i përket eksporteve tona, sa i përket
produkteve tona, por gjithashtu edhe të tërheqim investitor në vendin tonë. Jemi këtu në kështjellën Bensberg në Köln dhe unë pata kënaqësinë që ta bëj hapjen e kësaj konference, e këtij forumit të biznesit, i cili mbahet, siç e thatë edhe ju, me temën Future Industry Minds, do të thotë mendjet e industrisë së ardhshme, dhe kur kemi parasysh që në Kosovë kemi një rritje ekonomike për rreth 4%, kur po rritet të qarkullimi i bizneseve dhe eksportet dhe investimet e huaja, është shansi që në disa sektor, ta zëm posaçërisht në atë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pastaj të përpunimit të metaleve edhe të drurit, të pijeve dhe të ushqimit, të agroindustrisë, pra, të kemi mundësi për tregje të reja, duke pas parasysh që 1/4 e eksporteve të Kosovës për Gjermani vinë pikërisht në këtu në Nordrhein-Westfalen, ndërka që 1/10 parafërsisht e importeve që i ka Kosova nga Gjermania vinë nga ky land. Po ashtu patë takime u pritet nga kryeministri i këtij landi, po edhe nga përfaqësues të parlamentit të këtij landi. Çfarë u diskutuan në këto takime? Natyrisht e përfituam nga rasti edhe për vizitë në Düsseldorf, ku u prita nga kryeministri i landit Nordrhein-Westfalen, zotri Hendrik Wüst, dhe më pastaj edhe në parlamentin e landit patëm takime në të cilat në përgjithësi u diskutua se si mund të përdoret edhe më shumë mërgata e Kosovës në Gjermani, e posaçërisht në këtë land, për të krijuar ura edhe më të gjëra, edhe më të forta sa i përket shkëmbimeve tregtare, arsimore, kulturore e të tjera, dhe për më shumë investime në Kosovë. Unë i falenderova për kontributin e jashtëzakonshëm që kanë dhënë dhe theksova që në mandatin e ardhshëm, Qeveria e Republikës Kosovës do të fokusohet në minjera dhe gasifikim të linjitit, pastaj në hekurudha, në diga, stadiume dhe në Brezovic, e gjithashtu do të kemi edhe një hov të industrisë ushtarake, posaçërisht të municionit e të dronëve, pa harruar asnjëherë sistemin dual, i cili e përgadit, e kualifikon fuqinë punëtore për sa më shumë profile, në mënyrë që për çdo diplom shkolle në Kosovë të ketë edhe një vend pune në ekonomi. A do të ketë konferenca të tilla të ngjashme edhe në shtetet e tjera? Natyrisht që me Gjermaninë është vështirë të krahasohen shumë shtete të tjera, sa i përket rolit që ka mërgata jonë. Mos harroni që vetëm nga Düsseldorf janë 3 fluturime në ditë, ta zëm, dhe janë me 10 fluturime nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari për në Gjermani dhe Anasjeltas, dhe kjo dy fishohet më pastaj gjatë stinës së verës, pra komunikimi është jashtëzakonisht i dendur, por e kemi edhe Zvicrën, e kemi Austrinë, e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Skandinavinë. Jemi të interesuar që të organizojmë konferenca të këtilla edhe me vende të tjera, me të cilët kemi bashkëpunim tashmë, që janë vende mike, shtete demokratike, por edhe ku ka një pjesëmarrje të konsiderueshme të mërgatës sonë, e cila po e ritheksoj, përveç se remitancët e saj përbëjnë diku afër 1/6 bruto produktit vendor, në të njëjtën kohë ato remitancë nuk po vinë më vetëm për mirëmbajtje sociale të familjeve, e të farefisit, e të miqve, por njëkohësisht edhe po shndrohen në investime të rëndësishme në Kosovë, që e shndrojnë mërgatën tonë në shekullin 21 nga një akter social në një faktor ekonomik zhvillimor. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Në dhomat e specializuara në Hag, ka nisur seanca gjyqësore në rastin ndaj Hashim Thaqit dhe të tjerëve, lidhur me akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë. Ekspertja Helen Fraser deklaroi se sa i përket bazës dhe beshtësueshmërisë së transkripteve të zyrës së prokurorit të specializuar, e cila është e ulët. Helen Fraser ka dëshmuar para dhomave të specializuara në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadel Fazliut dhe Hajredin Kuqit, të cilët akuzohen për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Ajo deklaroi se ka përdorur transkriptuesin e inteligjencës artificiale, teksa tha se nuk e kupton gjuhën shqipe. Njësia e përkthimit në këtë gjykat
ju kërkua njësisë të ndihmonte me transkriptimin e dosjes së Kuqit të 3 shtatorit 2023. Në bazë të këtij emaili, ju mund të shihni që kanë thënë që nuk jemi në gjendje të bëjnë transkriptimin për shkak të cilësisë së audios. Mund ta shihni në email. Përgjigje. Po, besoj kjo ka ndodhur përpara se të përfshihesha unë në këtë çështje. Mes ZPS-s dhe asaj që ka thënë njësia e përkthimit lidhur me cilësinë e audios, dhe si mund ta shpjegoni ju këtë dallim? Përgjigje. Por rrethana besoj se janë të ngjashme. Edhe njëherë, me gjithë respektin që kam për përkthyesit dhe transkriptuesit, unë personalisht nuk e di se sa të aftë janë ka persona për audiot e padeshifrueshme. Fraser potencoi se mbështetshmëria në transkriptet e ZPZ-s nga audiot e vizitave në qendrën e paraburgimit është e ulët. Andaj sipas saj transkriptet nuk përbëjnë gjithmonë prova të mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e akuzës. Unë do të kisha përdorur persona që janë të aftë për ta bërë këtë punë. Megjithatë, ne këtu shohim që pa pasur informacionin kontekstual, është shumë e vështirë që të kuptohet audia. Pyetje. Po për faktin që personeli i ZPS-s ka pasur qasje në audio të si të përforcuara dhe të papërforcuara, mendoni se ka pasur kjo ndikim në transkriptet e tyre? Përgjigje. Do të bërë një analizë në fakt midis audiove të përforcuara dhe të papërforcuesa. Mbrojtja tha që i të ngriti dyshime nëse ka pasur afërsi mes përkthyesve të audiove dhe hetuesve të ZPS-s. Me këtë rast edhe pyeti ekspertën nëse mund të dyshohet besueshmëria e transkripteve të nxjerra. Po ashtu Sasha Bena. Dhomat e specializuara i kanë quajtur të pasakta disa nga interpretimet të raportit të Komitetit të Drejtave të Njeriut të dhomës avokatëve të Anglisë të Walesit, i cili u bë me kërkesë të zyrës avokatit të popullit të Kosovës. Avokati i popullit të Kosovës, Naim Qelaj, në fund të prillit ka publikuar raportin e ekspertëve britanik nëpërmjet të cilit janë ngritur shqetësime serioze për mënyrën se si janë zhvilluar proceset në gjykatën speciale të Hagës. Në një reagim në faqen zyrtare të dhomave të specializuara thuhet se raporti nuk arrin në përfundim se jurisprudenca e dhomave të specializuara shkel apo bie ndesh me jurisprudencën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Në reagim të tjera thuhet se raporti i Komitetit të Drejtave të Njeriut i dhomës së avokatëve të Anglisë të Walesit i porositur nga avokati i popullit nuk ndikon dhe nuk do të ndikojnë në aktivitetin gjyqësor të dhomave të specializuara. Bashkëluftëtarë e qytetarë të shumt kanë organizuar sot marshin tradicional Shtigjeve të Lirisë, në shenjë dërimi për jetën dhe veprën heroike të njerit nga themeluesit e celulave të para të UÇK-s, Ilir Konoshevci. Po sot në fshatin Morin është zbuluar pllaka përkujtimore pikës së parë të UÇK-s në familjen Demiri, ku kishte qëndruar edhe vet Ilir Konoshevci. Qindra bashkëluftëtar kanë nderuar sot veprën dhe heroizmin e Ilir Konoshevcit, njërit prej figurave emblematike të UÇK-s, përmes Shtigjeve të Lirisë, marshim ky tradicional duke i kaluar në këmbë 10 kilometra nga Visidori i Tropojës e deri në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Morin. Është një shtek që e bëjmë për çdo vet. Ne sot kemi qenë në Prevç, kemi qenë në Viçidol nga ato minist nga shtëpia e Sulejman Berishës dhe kemi marrë rrugën të cilën e ka marrë edhe Ilir Konoshevci, edhe bashkëluftëtarët e tij për të sjellë armatim në Kosovë. Atëherë me armë dorë kemi pas frikë, por megjithatë kemi kaluar ndërsa tani lodhja nuk ndihet sepse kemi vetëm një çantë krahun dorë dhe kemi bashkëluftëtarë të cilët edhe pse tash të shtyrë në moshë nuk e ndin fare lodhja. Po ndina mirë, aq më tepër po ndina mirë ku punisa prej një vendit që do të jam nis edhe atëherë për behim Kosovë. Edhe pse ishin rrethana të tjera, ishin kushte klimatike të tjera. Ne po mendoj se ajo që na bën sot krenar janë të rinj, të cilët sot vazhdojnë të ecin me ne këtyre hapa
Për mu kanë edhe shumë interesante, se kom ka radhë me njoftu shumë bashkëpunëtar të babit, që kom pas kënaqësi me njoftu edhe njëna shumë krenare dhe jam tepër e lumtur që kom mujt me bë këtë rrugë. Është një ecje e mirë, në këtë rast me Nertilën ka pas mundësi sot një 10 shok të mërkimit me bisedu, me i tregu se cilë ato famit e vetë, si e ka marrë kapuqin, njëri si e ka marrë emblemën. Unë shumë herë që kom po të hangër buke pashtetu vëzit rrugës, kështu që janë përjetimet mira, duhet me rikujtu. Ndërkaq, në kuadër të këtij aktiviteti në fshatin Morin është zbuluar pllaka përkujtimore e pikës së parë të UÇK-s në familjen Demiri, ku kishte qëndruar edhe vetë Ilir Kunushevci. Nga kjo pikë, e shini tash, është data 28 janar, ishin të inkuadruar me 17 janar, e 2 javë për mrapan, me urdhër Demirit, Delaveri, këtu kem Delaverin, edhe të lek Kunushevcit, me hap pikën këto. Nga kjo pikë, pastaj është hap pika 2 që ta shtokshën. Ndryshe, Morina Gjakovës është ndër vatrat kryesore të UÇK-s, në istikamet të së cilës zjarri i luftës për liri nuk pushoi plot 45 ditë me radhë. Në Mollopolc të Shtimës është shënuar 27 vjetori betejës së këtij fshati. Ish ushtarë oficer pjesëmarrësit në këtë betejë kanë evakuar kujtime nga kjo datë, si dhe luftimet që ishin zhvilluar në mbrojtje të popullatës civile shqiptare nga sulmet e regjimit të atëhershëm të Serbisë. Në 27 vjetorin e betejës së Mollopolcit, ish komandanti i UÇK-s Nusret Saliaj kujton luftën e zhvilluar në përpjekje për të ndaluar okupatorin serb për shpartallimin e bazës së komandës së UÇK-s të zonës operative të Nerodimës, e cila ishte vendosur në fshat. Një muj det rresht është luftuar dhe nuk kanë mujt me thy këtë pikë. Lufta është bon sigurisht me ndihmën e gjithë kompanive tjera që janë kanë edhe në ramë se Breçake, Petrove, Mollopolc, Jezerse, ketë do të forca e po kryesisht luftimet janë bon pikërisht në fshatin Mollopolc. Koncentrimi më i madh i forcave të zonës operative të Nerodimës ishte në fshatin Mollopolc, sepse prapa pozicioneve tona mbroshin jo vetëm familjet dhe popullata civile, por edhe vetë zemra komanduese e luftës sonë. Në manifestimin e organizuar me këtë rast, u tha se kontribut të madh kanë dhënë edhe banorët e Mollopolcit. Mollopolci nuk i hapi vetëm dyert e shtëpive, por hapi edhe zemrat për luftëtarët e lirisë. Fshati ndau bukën, strehimin, kujdesin për ushtarët e lirisë, duke u bërë pjesë e pandashme e historisë sonë. Me këtë rast u përkujtuan edhe të gjithë të rënit për lirinë e vendit. Nesër në Vjenë fillon festivali Eurovisionit 2026. Përfaqësimi i Shqipërisë këtë vit vjen pas një rrugëtimi që nisi në festivalin e këngës në RTS, ku Alice Kallaci u shpall fitues dhe siguroi biletën për në skenën më të madhe evropiane të muzikës. Kënga Nan është pritur pozitivisht si nga publiku vendas ashtu dhe nga fansat e Eurovisionit, duke u konsideruar si një nga prurjet më autentike të këtij edicioni. Këtë vit pritshmërit janë të larta për Alice, i cili synon të dërgojë Shqipërinë drejt finales së madhe dhe të lërë gjurmë me një performancë që premton të jetë një ndër më të veçantat e këtij edicioni. Edicioni i 6 i poetëve, i organizuar nga Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve Dega në Kukës në bashkëpunim me Bashkinë, përmes krijimtarisë poetike kujtoi sfidat e kohës së shqiptarëve të Kosovës dhe pritjen e tyre në Kukës gjatë luftës në Kosovë me 1999. Në këtë edicion morën pjesë poet nga Shqipëria dhe Kosova, ndërsa poezitë e tyre i kishin deponuar për botim edhe shkrimtar nga trojet etnike. Kukësi rreth malit të Gjallicës dhe mes atmosferës pranverore rikujtoi përmes vargjeve poetike sfidat e luftës së viteve 1998-1999 në Kosovë dhe pritjen e shqiptarëve të dëbuar dhunshëm nga trojtë e tyre gjatë eksodit të vitit 1999.
Pranvera poetike Kuksiani ka filluar më një herë pas eksodit të vitit 99, atëherë kur populli vet, kombi shqiptare ndjeu të nevojshme që vlerat shpirtërore, vlerat e letërsisë, të artit dhe të kulturës t'i bëj bashkë këtu në Kukës. Unë kam qenë fëmijë në 99 dhe madje atëherë më ka lindë dëshira të shkruaj poezi. Edicioni 6 i cilin përmes poezisë, përmes vargjeve tona si poet, si shkrimtar, mundohemi sa do pak me qitë letër, mos me nëmbullu pluri arresës të atë ngjarjet historike të popullit tonë shqiptar. Vend ku fjala peshon të më shumë se jeta është historia që merr frymë edhe. Pranvera poetike e Kukësit synon të mbetet një traditë kulturore duke u shndruar në një hapësirë promovimi për krijuesit me përvojë, por edhe me talentet e rinj në letërsinë shqipe. Ansambli Zëri i Kosovës nga komuna e Fush Kosovës ka arritur që traditat dhe vlerat artistike shqiptare t'i prezantoj në shumë vende të Evropës dhe botës. Mirë po, ky sukses është arritur me mungesë të kushteve minimale për punë. Ky ansambël funksionon pa sallë adekuate për vallëzim, ushtrimet dhe provat ata i mbajnë në sallat të sportit të shkollave. Janë vallëtarët më të vegjël të ansamblit Zëri i Kosovës, të cilët vlerat dhe traditat artistike shqiptare po i mësojnë dhe ushtrojnë në një sallë sporti. Ky ansambël vepron me 4 grupe dhe që të gjithë funksionojnë pa një sallë adekuate për vallëzim. Shtëpia e kulturës në Fush Kosovë, e cila do të duhet i shërbente këtij ansambli, është në gjendje të keqe infrastrukturore. Shtëpi e cila nuk i plotson kushtet, as minimale nuk i plotson. Ne kemi një zyre besa që është e mbulume me mirënjohje, me kupa, me medale, me as më ullë nuk i po. Kështu që besoj që dhe shpresoj që ky ndrimi i gjeneratave politike, besoj që tash do të na ofrojnë pak kushte më të mira. Koreografi i këtij ansambli Leutrim Konjuhi thotë se mungesa e një salle të vallëzimit përshkakton vështirësinë e funksionimin e mirëfillt të ansamblit. Nuk e kena pas asnjëherë një vend adekuat për me ushtru edhe me ushtru veprimtarinë e vallëzimit, po mundohemi të pa talentin e fëmijëve, vullnetin, edhe asnjëherë si na nal pa marrë parasysh kudo që kena gjetë një sallë, ose na ka ofruar komuna një sallë, na e kena shfrytzuar dhe si na nal asnjëherë, edhe normal që me punë dhe për kushtim kena arrit me marrë shumë rezultate. Drejtori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit nga komuna e Fush Kosovës, Ylber Kelmendi, përmes një përgjigje me shkrim ka thënë se për renovimin e shtëpisë së kulturës është krijuar një komision i cili ka vlerësuar se 90% e objektit duhet të ndërtohet nga fillimi. Ai ka shtuar se Ministria e Kulturës u ka premtuar se do ta financojë ndërtimin e shtëpisë së kulturës.